Përshëndetje të gjithëve, selam aleikum, mirë se keni ardhur në kanalin tim. Sot do të përgatisim bashkë baklavan e Bajramit. Ndryshe nga që jeni mësuar ta shikoni, do bëjmë një baklava me petë krejt ndryshe. Shija është e njëjtë, po hapja e petëve pra ndryshon. Kam hapur vetëm 8 petë, por i kam lyer ata me një seshte dhe i kam palosur në një mënyrë të veçantë që jep baklavas një teksturë super të lehtë dhe të thjeshtë për të përgatitur. Nëse jeni kurioz të mësoni këtë metodë të thjeshtë, por që ndryshon krejt rezultati, vazhdoni dhe shikojeni videon deri në fund hap pas hapi se si e kam përgatitur. Në kanalin tim do të gjeni edhe një baklava tjetër që e kam përgatitur me çokoladë dhe qumësht të kondensuar dhe ajo është shumë i mirë dhe shumë i lehtë. Dhe nëse doni pra një shije ndryshe nga tradicionali, mund të përgatisni edhe këtë me çokoladë, me qumësht të kondensuar se është super i shijshëm. Por sot do merrem me këtë baklavan tjetër, atë me çokoladë e kam përgatitur më përpara. Atëherë vazhdojmë bismillah me përgatitjen e brumit baklavas. Do na duhet 1 kg miell, pak krip, një baking powder, pra një fryrës ëmbëlsirash, i përzijem që mielli ta marrë mirë pluhurin pjekës dhe kripën. Dhe bëjmë një grop aty në mes ku do hedhim vezët. Do hedh 6 kokra vezë dhe unë vezët i kam hedhur të plota ke ky lloj baklavaj që po përgatis sot. Hedhim lëngun në një gjysmë limoni, një gotë vaj, një gotë qumësht edhe një gotë kos. Gota që po përdor unë është 120 ml dhe këto masa që po ja japon janë fiks për 1 kg miell, por kjo më varet edhe nga madhësia e vezës, kujdes sepse mund të jenë vezët shumë të mëdha ose shumë të vogla. Vezët që kam përdorur unë kanë qenë mesatare. Kujdesuni që të gjitha gjërat i keni nxjerrë më përpara nga frigoriferi, të kenë qëndruar pra në ambient dhome. Qumshtin unë e kam përdorur të nxehtë, e kam ngrohur pra nga që të gjitha gjërat janë të ftohta. Qumshtin e kam ngrohur që të jetë i nxehtë. Në këtë mënyrë të gjitha gjërat pra ngrohen pak, normalizohen pak, bëhen të vakta. Në këtë mënyrë përfitojmë atë masën që duam, atë ngrohtësinë që don brumi. E kam hedhur brumin këtu tek tovolina e punës që ta punoj më mirë, më shpejt dhe më rehat. Sekreti një brumi të mirë është që ta punojmë sa më shumë. Tani jemi pothuajse në fund dhe vendosim në tas, do e mbulojmë me membranë kuzhine dhe do e lëmë që të pushojë derisa të përgatis arrat, pra do dalë që të pastroj arrat. Këtu kam 1 kg gjalp shpijet freskët që e kam përgatitur vetë, gjalp lope, e hedhim aty në tenxhere që të shkrihet. Do vazhdojmë tani të hapim petët pasi brumi ka pushuar. Kemi përgati pra brumin, arrat, një seshte edhe gjalpin. Gjalpi e kam përdorur gjalp të pa shkrirë, e kam shkrirë dhe dhalla ka ngel aty në fund dhallti. Kështu që tani do vazhdojmë. Kemi edhe kanel, do hedhem edhe kanel këtu tek arrat sepse kanela e shkon shumë dhe mua më pëlqen shumë tek baklavaj. Hedhim kanelën, kanel hedhni sipas dëshirës. Më falni se mua më ka zënë çik gripi edhe më është marrë zëri. Marrim brumin. Brumin do e ndajmë pra në 8 pjesë të barabarta. Vazhdojmë pra i bëjmë kështu topat vegjël, i rrumbllakosim, jo shumë të vegjël, si që shikoni vetë pra, është një baklava që do e bëjmë ndryshe nga i turku dhe tradicionali. Brumi është i njëjti, por do provojmë diçka ndryshe kësaj here. Shpresoj që t'ju pëlqej dhe juve, është një mënyrë e thjeshtë që mund ta përgatisin edhe ambisat e reja që ndoshta s'kan përgatitur ndonjëherë petë baklavaj. Edhe është një mënyrë pra shumë e thjeshtë dhe e lehtë. Do ta shikoni vetë në vazhdim. Ja si që shikoni pra e kemi ndarë brumin në 8 pjesë. Kemi formuar 8 topa. Vendosim këtu tani edhe vazhdojmë. Hedhim një seshte dhe vazhdojmë të hapim petën. Do hapim pra një petë të madhe, sa madhësia e tepsisë, ambisat e reja. Mund ta çojnë edhe vetëm kështu duke e shtyer me akllajn e petave, me akllaj të hollë ose me rrul të trash, si ta keni më kollaj. Dhe hapi një herë sa madhësia e tepsisë. Pastaj do shikoni se si do e bëjmë në vazhdim. Shikoni sa shpejt që hapet, shumë kollaj.
shikoni jam mësuar me këtë të hollin. Petën e kemi hapur, tani e kemi gati, sa më shumë ta hapni petën aq më mirë është. Kam hapur më të madhe se tepsia, por edhe sikur ta hapni sa tepsia nëse janë bisat e reja. Okej, do ishte. Vazhdojmë tani. Dhe hedhim një seshten. Kjo pra është ajo që do na ndajë të gjithë petët. Hedhim një seshten mirë në të gjithë sipërfaqen. E tani vendosim një tas këtu në mes edhe vazhdojmë e ndajmë brumin në 8 pjesë. Heqim tasin dhe vazhdojmë e mbledhim petën tani, siç po e shikoni. Petën këtu e lem që të pushoj derisa të hapim petën tjetër. Kështu pra do vazhdojmë me të gjitha, ne duke i hapur, duke i palosur derisa t'i mbarojmë ne të gjitha. Këto do pushojnë gjatë kësaj kohe që ne i hapim, pastaj do vazhdojmë t'i hapim përsëri një nga një. Shikoni tani pra, pasi kemi hapur të gjitha petët dhe i kemi palosur të gjitha, tani do vazhdojmë t'i hapim që t'i shtrojmë në tepsi. Kemi ca këtu tek tasi, ca këtu dhe një që kemi këtu dhe të vazhdojmë. Vazhdojmë hedhim gjalpin në tepsi, lyejmë në të gjithë sipërfaqen edhe anësorët. Vazhdojmë i hapim tani kështu si që janë të palosura, duke i shtyrë me këtë rullin tani, sepse ky na ndihmon më shumë. Kemi lyer pra goxha me një seshte në brendësi aty ku i kemi palosur. Hapeni petën sa më shumë aq më mirë, sepse sa më shumë të hapet peta aq më të mira dalin petët më të holla. Pasi e kemi hapur tani do e shtrojmë në tepsi. Kemi hapur më të madhe, do e ndajmë një qik. E ndajmë pra këto anësore. Edhe i vendosim përsëri këtu brenda, nuk do i hedhim. Shikoni pak se ndahen këto peta të gjitha. Shikoni. Nga një seshtja. Unë kam hapur petën shumë të madhe, nuk ka problem. Sa më shumë të hapen petat aq më mirë, sepse dalin më të holla. Vazhdojmë hedhim gjalpin tani, vazhdojmë me shtresën e dytë tani. Çdo shtresë pra do hedhim gjalp, do hedhim 3 shtresa poshtë me peta, pastaj do hedhim arrat. Jemi tek shtresa e tretë, mund edhe t'i çoni kështu si keni dëshirë. Ose vetëm i shtyni siç u thash përpara, duke i shtyer kështu. Ose edhe duke rrotulluar akllën. Vazhdojmë me shtresën e tretë, edhe do hedhim arrat tani. Pasi ta lyejmë sigurisht me gjalp. Pasi kemi vendosur pra 3 shtresa, kemi hedhur dhe gjalpin, tani vazhdojmë hedhim arrat. Hedhim gjysmën e arrave tani, dhe gjysmën do hedhim pastaj. Vazhdojmë me shtresën e 4. Vazhdojmë me shtresën e 2 të arrave, pasi kemi hedhur 2 shtresa me peta. 3 në fillim, 2 shtresa në mes, edhe 3 të tjera, që do hedhim tani në fund, edhe mbaruam. Ja ku jemi në fund tani dhe mbaruam. I kam prerë një qik to anësorët rreth e qark.
Edhe ta vendosim që të duket bukur. Vazhdoj me prerjen tani, do e presim kështu me lule, bukur, mund ta prisni sipas dëshirës edhe thjesht. Unë po lë mënyrën time se si e kam prerë, për ambisat e reja, ndoshta nuk janë mësuar akoma që ta presin kështu me lule. As unë nuk dija më përpara, por duke mësuar nga eksperienca. Tani e kam mësuar mirë dhe më pëlqen shumë kjo prerja me lule. Sobën e kam ndezur më përpara, që të parangrohet pra me 200 gradë. Në fillim unë e fus baklavan me 200 gradë. Sa të filloj që të zihej gjalbi dhe të piqet baklavaja, e le deri sa të marr atë ngjyrën që unë dëshiroj. Jo shumë, paka shumë 20 minuta. Pastaj sigurisht që e ul gradacionin. E shikoni prerjen, është shumë e thjeshtë, shumë e lehtë, vetëm do pak vëmendje, asgjë më shumë. Jemi në fund pra tani, siç e shikoni. I hedhim gjalpin edhe në furrë tani, gjithë natën duke e pjekur. Në furrë tani të parangrohur me 200 gradë derisa të filloj që të piqet, të zihej gjalpi, pastaj do ulim me 150. Pastaj do ulim me 120, pastaj me 100 gradë. Këtë temperaturën e sobës e shikoni vetë, e kontrolloni vetë, sepse sobat ndryshojnë nga njëra tjetra, ca nxenë më shumë, ca më pak, ca pjekin më shpejt, ca më avash. Unë e kam lënë 4-5 orë baklavan dhe e ka pjekur shumë mirë në mënyrë perfekte, shkëlqyeshëm është bërë. Tani do merrem me përgatitjen e shërbetit. Për shërbetin kam përdorur 1 kg 700 gram sheqer, 1 kg gjys ujë, pak krip, një lugë të vogël fare krip nga ato lugat e vogla që han bebet në fillim fare, më e vogël se luga kafës, kripa ndihmon që mos ngri sheqeri. Kam hedhur edhe gjys lëng limonin në fund fare pra hedhim limonin në valën e fundit, edhe unë shërbetin e zi 7 deri në 8 minuta maksimumi, jo më shumë. Tani e kemi gati, baklavaja sigurisht e ftohtë dhe shërbeti i nxehtë. Vazhdojmë që t'ja hedhim shërbetin. I kam hedhur herën e parë, i kam hedhur më shumë se gjysmën. Pastaj e kam lënë që të pushoj, ta thithi këtë shërbetin e parë dhe i kam hedhur përsëri shërbetin e dytë pastaj. Vazhdojmë i hedhëm pjesën tjetër të shërbetit, pasi e kam ngrohur përsëri. E kam thithur një çik shërbetin që e kemi hedhur përpara. Ja hedhim pa dhe pjesën tjetër. Tani ne do e mbulojmë dhe do e lëm që të pushoj për 24 orë, nuk do e hapim. Ja ku jemi në fund tani, shikojmë rezultatin e baklavas. Pasi e kemi ngrënë gjysmën, po shqyr që ngeli për rezultatin në fund. Shikoni, ka dalë super. Shikoni edhe petët që ndahen të gjitha, son i shtypa me piru. Ka super shije, ka dalë shumë i mirë edhe petët ndahen, është një mënyrë shumë e thjeshtë për të përgatitur. Mos më ngelet gjë tjetër për të thënë, ju uroj gjithë të mirat, shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer dhe ta provoni, ta përgatisni në shtëpitë tuaja. Ju uroj gjithë të mirat. Bayram bayram për hajro musliman, bayram bayram gëzohu o musliman.